kam paraqitur kërkesë, se thash dhe njerë, bëhemi ndonjëherë pa dashje zëdhën. Unë nuk jam zëdhën si asnjëri nga këtyre familje, nuk kam asnjë interes personal. S'kam as lidhje krushqie, as familjare, as me këto familjet. Këto janë të drejtën e tyre. Tani po them dhe njerë dhe po e citoj siç është shkruar në vendim i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit Pronave, sot Agjencia e Trajtimit të Pronave, se ju i doni me detaj. Thot, në lidhje me sipërfaqen që zë fusha e aviacionit, pra, këtë që ju kërkoni, se këtu thuhet, jo e prek, jo se prek, jo numri pasurisë, jo, e ka të shkruar specifikisht. Në lidhje me sipërfaqen që zë fusha e aviacionit, me sipërfaqe, pra e ka të përcaktuar dhe sipërfaqen që zë fusha e aviacionit për një nga familjet, 34.597 metra katror, në çdo rast, dhe ky është rasti konkret, subjektit i linte drejta që në momentin e daljes së saj jashtë fondit shtetëror, pra nga dalja nga Ministria e Mbrojtjes, për t'ja kaluar juve bashkisë, kjo ka dalë jashtë fondit të Ministrisë, edhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Në këtë moment, të patjetër i kthehet në natyrë, pra e ka të përcaktuar. Në momentin që ata thonë, ne nuk na duhet më, mund ta marr bashkia, pra ata deklarojnë që nuk e duan më, në këtë moment kjo pronë nuk mund ta marrë më bashkia sepse ju është kthyer pronarve, kaq, është shumë e thjeshtë. Dhe u thash dhe njëherë, thash jashtë kamerave, jashtë mikrofonit. Njeriu i njoftuar është gjysmë i shpëtuar. Nëse ju keni vendosur që t'i futeni detit në këmbë, është e drejta juaj, vazhdoni, bëni çfarë doni. Votat i keni edhe për ta miratuar, po është e gabuar.